Më në fund është definuar data dhe koncepti i festivalit të këngës për fëmijë, të cilin organizon Qendra Kulturës nën patronatin e kryetarit të komunës së Ulqinit. Kështu na tha drejtori i këtij institucioni, Dr. Nail Draga. Data e mbajtjes së festivalit të nëntë të këngës për fëmijë është dita e premte me 23 maj të këtij viti me fillim në ora 20. Pas përgatitjeve, të cilët ka organizuar stafi i këtij festivali, përfundimet janë në fazën e fundit dhe urojmë dhe shpresojmë që brenda disa ditëve opinioni do të informohet me ftesat përkatëse edhe me programin dhe pjesëmarrësit e festivalit. Si e vlerësoni se festivali ka vonuar, është dashur të mbahet spako, ka fundi i vitit të kaluar? Po, si pas të parashikimeve tona, është dashur të mbahet në muajin dhjetor të vitit kaluar, por duke marrë parasysh se ishte muaj zgjedhor dhe zgjedhjet u caktuan të mahen janar, pastaj derisa ish bë konstituimi i pushtetit të ri vendor, u bë një shtyrje e tillë, ma tepër ka qenë një shtyrje imponuar se sa dëshiruar nga ne, për arsye se dëshira jonë ka qenë që festivali maksimalisht të mbahet në muajin janar, kur nxënësit e shkollave janë në pushimin e tyre dimror. Por sidoqoftë, edhe tash unë besoj se nuk është një kohë e humbur, për arsye se edhe pjesëmarrësit, edhe autorët e teksteve dhe të këngëve, për atë gjithë besoj që janë konsoliduar dhe besoj që do të jetë një program i cili do të pëlqehet nga të pranishmit. Sigurisht ju pjesëmarrësit, ndërtet konkurruesit, i keni njoftuar me kohë për këtë prolongim të mbajtjes së festivalit? Po, gjithsesi i kemi prolonguar dhe njoftoj se në festival do të shfaqen sipas programit ton minimumi 16 këngë, por i jemi praktikisht duke definuar që ndoshta ky numër i këngëve të rritet, por gjithsesi do të vendoset në ditët e fundit para fillimit të festivalit dhe në festival përveç pjesëmarrësve nga Ulqini, nga Vise Shqiptare Malzi, marrin pjesë edhe nga Shkodra, marrin pjesë edhe nga Kosova. Pra, them bindet e plot se ky festival nuk është një festival lokal, por ka edhe një karakter më të gjerë festival regional. Me herët kanë qenë edhe shpërblimet e caktuara. Do të jepen përsëri edhe këtë vit atyre që juria e vlerëson që të shpërblehen? Po, gjithsesi do të jetë 3 shpërblimet për vendin e parë, të dytë, të tretë, do të jetë shpërblimi për tekstin, për këngën, interpretimin më të mirë dhe shpërblimi i 7 do të jetë për në respekt dhe ndërim të bashkëvendësit ton dhe muzikologut dhe kompozitorit të ndjerit Fiqir Jasanaga. Rëndom pa mjete financiare nuk keni pasur mundësi sigurisht që të organizohet kjo ngjarje kulturore. Keni marrë ndihmë ose përkrahje nga pushteti lokal apo nga qeveria? Festivali organizohet drejt për drejt me mbështetjen financiare nga pushteti lokal, ndërsa nga qeveria ndonse më herët kemi konkurruar edhe në konkurse të ndryshme për këtë festival, por nuk kanë shprehur gatishmëri të mbështetet një festival i tillë. Andaj aspekti financiar, mbështetja e tërësishme pra është nga pushteti lokal, deri më tash kanë paguar një shumë të konsideruar mjetesh, por besoj deri me rastin e mbajtjes së festivalit, pushteti lokal do të shlyejë të gjitha obligimet ndaj pjesëmarrësve. Dhe sa për informim, festivali sipas paralogritjeve tona është rreth 7.000 euro. Duke marrë parasysh se më herët festivalet kanë kushtuar disa herë më tepër, mendoj që kjo është një shumë modeste për të organizuar një festival të tillë, i cili ka një pjesëmarrje masive edhe të autorëve, edhe të pjesëmarrësve, por edhe stafi drejtues në organizimin e tij. Unë uroj sukses në realizimin e këtij projekti. Faleminderit dhe unë shpresoj që televizioni Teuta si zakonisht deri më tash do të përcjell festivalin dhe uroj që festivali praktikisht të ketë një shekushmëri të televizionit Teuta si zakonisht.